grupi folklorik i Dukatit. Ta janë Dukatas? Dukatas të 4. Në respekt dëroj fshatin ngriti këtë përmendore. Po një do t'jeti Mariot, Pilo Andoni? Jo, Pilo Andoni Gjikoka është nga Dukati. Dukati hershëm bile. Pra tregon për një trashëgimi kulturore të pasur që kanë dashur shkollën. Arsimdashin e Dukataset. Arsimdashin e Dukatit. Pranuan që të arrestoheshin, të hiqe Iliria dhe shkolla u hap që u hap. Po, shumë. Dhe për në mbështetje të kësaj, ja ku është shkolla e vjetër ajo aty, ajo shkolla e kuqe që i themi ne, ja kjo ndërtesa pa që ati që dhe restrukturojmë tani. Shkolla e kuqe, po a shkolla e pare Dukatit? Shkolla e pare Dukatit, shkolla e vjetër e Dukatit. Më e vjetër e, aty ka filluar arsimi gjua shqipe për herë të parë në Dukat. E s'ka si të mos rendite me gjitha ato personalitete nga Dukati të hershëm dhe... As bët fjalë për atë, por ka plot figura që janë shmangur nga dallët e kohës, njëri ka shkuar kështu, tjetri kështu. Por e vërteta reale është kjo, që për këta burra, këta 4 burra janë arrestuar dhe kanë bërë burgun Berat, vetëm se hapën shkollën Shqip. Jesh me Zadele. Shkoj njëri aty anë se Gjades, edhe më mori me ato delet. Hecë më tha mua. Meri i thashu, po, do më dërgosh dhe mua një më këto, apo jo, i thashun. Do të dërgoj, më thonë. Nga i shasë një, asë më një. Këto u duen juve, kjeni të ri, apo jo? I duen komunitetit, popullit. Për të gjithë popullit. I duen dhe historisë dhe brezave. Mirë, shëndet, mirë, shëndet. Ju edhe njerë para mikrofonit, kush jeni? Unë jam Piko Merkohito i Dukat. Gëzojmë që njifem. Falem. Sa vjeqe? Unë jam jam 77 vjeq. I ri, shumë mirë. Qa mban mend nga kjo jetë? Urdo? Qarë do mba? Si kur ju këtej e doli këtej, hiq fare, me vuaj dhe të rjeta Bereqaves tani. Tani Bereqaves. Po, e shkurtër është për ne. Ishte shkurtër në iri. Kalimtari. Dikush është ty, babaj ati që muarëm të peshku. Babaj Yrjetit. Njërës të vlerave. E takom qunin aty të peshku. Që po bënda ato... Djalin të troftë. Është të zotë i vetës, tani punon për vete. Allah. Po ty të shikon në qikë mire, be? Urdo? Po, Bereqavet, po shikon vete në më shumë një qikë nej pra mua, po edhe mua jo, pse të qajem, jo. Me qëfar e marë, me qëfar punë ke bërë? Unë, ja male vetë kam jedisur bashkë me këto. E bakti? Qoban me dhime, me qërë dilë për para, luft të marëm ditë në punës, marëm paranë. Po tani ke bakti? Tani, ja, ku do ka bakti më për mua tani, ka plekirina i... E ka këmjër quni me troftën, me peshkën. Ka ndruar baktin me troftën, po. Jo, asa tje se kam frikë se, edhe aji nuk më lë, pa mund të shkoj kohën me të, po ka frikë se më bjë më Moskva edhe u bo më ka që ajo punë. Farimderit që. Atë nderuar, miru pafshim. Farimderit shumë, gëzojmë që një. Me gëzime ti. Ja djali është nipi, e? Tu e kam nipin e nipit, sripin e nipit. Po, babagjan. Dukati që në verë freskon këmbët në ujnë e ftohtë të lumit, që buron nga llogaraja dhe malet për qark, në këtë ditë dimri hesht paqësisht, një heshtje që përgjithsisht thyhet në kafenet apo nga gotat e rakis, si për burrëri dhe krenari, për pasurit kulturore dhe shpirtërore që mbart. Jemi në një ambient vlerash. Shikojmë që ju keni grumbulluar gjithë këto vlera këtu. Mund të kalojmë të pak një prezantim të shkurtër të kësaj pune kaq të bukur, ku po pin kafe një grumbull. Po, të moshuarish, përshëndetje, besoj se nga Dukatit gjithë bashkë takuam, po, në televizion apo. Çfarë po lori domino? Vini për ditë kështu, këtu grumbulloheni. Pleqeri, vallai. Pleqeri sa vjeç? 72. Sa dhe vjeç, si shumë vjetë. Këtu shkon burri 100 vjet apo 100 vjeç. Edhe më shumë. I matë shardhjën e diqë, u jashtë e diqë. Rasë të rralla. Si do qoftë, pra, është një ambient i këndshëm, ku janë grumbulluar vërtet vlera, janë pasuri kulturore të Dukatit, po edhe më tej do të thosha,
Që një prezantim shkurt më ta bënive. Si ke grumbulluar gjithë to? I ke trashëgimi të tuat apo i ke të mbledhur edhe nga fshati? Një pjesë janë të trashëguara të familjes time, të babait të gjyshit. Një pjesë janë grumbulluar në për familjet e Dukatit. Babai i gjyshit për shembull, çfarë keni trashëgimi nga babai i gjyshit? Për shembull, bastoni ishi babait. Tani. Po, bastoni të spiet. Jo, burja është e gjyshit. Me të rradh. Sa vjet ka ajo? Mund të jetë 100 vjeçare. 100 vjeçare. Që nga koha kur luftonte Dervish Ali Dukati? Po, tamam, në krye të Azimatit. Atëherë ka jetuar gjyshi që ka mbajtur. Po. Shpatat janë të restauruara, kuptohet, po janë vjetra dhe shpatat. Shikoj furkën aty që fizë lesh. Edhe furka janë rreth 100 vjeçare. Është karakteristike e Dukatit, sepse këtu punojnë shumë leshje. Punojnë gratë e Dukatit, tjerrin fijet që bëjnë qilima. Në furka. Po. Lampa se kanë jetuar breza tani, por lampa është e vonshme, kuptohet. Ky po është kandili i vjetër. Kandili i vjetër me ajguri. Po, edhe këtu është kebabi. Po. Ndërsa ti është ku endin qylymat. Janë element të argalis. Element është minatur. Qylymat, po. Lisat edhe krërët, i thonë. Ai ishte legeni. Po. Është përdor shpejt kur nuk ishte. Legeni dhe i briku që për lanin kam. Po. Po, këto janë të njohura këto. Bërirët e dashit që është karakteristike prapë për Dukatin, ka mbajnë për shpira dhe në port i vinin bërirët apo jo? Po. Pra janë gjithë të pasurit që juve i keni grumbulluar? Po, janë gjëra që kemi përdorur ne si fshat. Gjithsesi janë vlera rreth për qark këtu. Kultura materiale janë vlera për brezin e ri. Kanë përdorur nuset e Dukatit para 50 vjetëve, 60 vjetëve, 100 vjetëve. Ose sepete i themin. Sepete ose sunduq i themin në gjuhën e fshatit. Është përdorur për pajat e nuseve. Paja nuse ku e mirë me vete çupa ku vinte. Po, s'kishte atëherë dollar, kështu edhe përdoreshin këto. Ja, pra kjo është pasuria e nusës kur vinte. Po. Kur martohesh vajza këtë i jepte babai. I brigu. Këto s'kan. Po, kjo është kryesori, po. Kjo është vedër që është përdorur, kjo është mbi 100 vjeçare. Mbi 100 vjeçare. Po, mbi. Edhe lidhja kam restauruar unë. Lidhja bësh nga brenda me këto shkallë, si do të musha po ishin. Bile unë kam ruajtur këtë, se këtu kështu ka qenë e vjetra. Le të zbresim. Se kam një të Mojzezë më të dele që në kodër më kodër. Se kam Mojzezë më të dele që në kodër. Gëzuar. Ajri gëzuar. Ju përshëndesim në radhë parë për detyrën që merrni përsipër në një kohë të trazuar. Ku të tërë, kërkojmë të japim jahon në të mirës, të japim jahon asaj që është e jona brez pas brezi, të japim jahon emrit që jemi shqiptar, të japim jahon asaj që dhe tash kemi mbritur vetëm ne me emrin tonë. Në Dukat do të vjeni gjithmonë të Dukatasin, i cili ka prodhuar, i cili ka respektuar vlerat, i cili respekton dhe sot të tërditën, atë bashkësinë fetare, atë prodhimin e duarve të veta, që e gjën gjithmonë kënaqësinë me punën e tij. Të gëzuar. Gëzuar.
Dukati është një lloj dëshmie e një lloj të qenurit shqiptar. Që nga vitet 1800 që kanë ngellë 25 familje që kanë ngellë ortodokse dhe nuk janë dalluar midis të qenurit musliman dhe ortodoks, sepse vetë ndoshta fati i kombit bëri që dy vëllezërit ishin, njëri ishte Pano Naçi dhe tjetëri ishte Neim Naçi. Pra ishim dy vëllezër, njëri musliman dhe tjetëri ushtruan ortodoks. Asnjëherë nuk janë ndarë, konkretizuan që flasë unë gruan e ka muslimane, fëmijët nuk dihet se ç'janë, po paktën e kanë për krenar që janë bitë e një ortodoksi, siç jam unë, dhe një musliman, siç është nënë e tyre. Dhe ata pretendojnë që janë vetëm shqiptarë. Një fjalë e madhe që unë të paktën për vitet e punës dhe për botë kuptimin që kam, është shumë. Është një nder që të themi, qoftë musliman, qoftë krishterë, jemi shqiptarë. Unë kudo që të jem, do të them vetëm jam shqiptar. Po, drejtor, objektet e kultit keni bërë të dy, edhe për ata që akoma besojnë krishterim, edhe këta që besojnë, ka objekte për dy halët? Ka një gjë të veçantë që në objektet e kultit më shumë shfrytëzohet ajo feja që është me pakta në numër, shfrytëzohet feja ortodokse. Jo se ka influencë, po ka pat një qëndres, është me butë, është me ëmbël, është me njerëzore. Feja ortodokse, tek ne s'ka qenë feja që besohet Krishti apo Muhameti, po ka qenë feja që respektohet njeriu. Kjo ka të bëjë edhe me faktin që është bërë ndryshimi shumë vonë, apo jo? Nga vitet 1900. Jo vetëm aq, dukatës janë të butë, dukatës janë të qetë, janë të ashpër atëherë kur preken interesat të mëdha. Dhe sot edhe ne kemi ndonjë problem. Na preket interesi pronave si dukatas, ne si kemi ndarë asnjëherë si dukatas. A është e muslimanët, a është e ortodoksëve. Duket sikur nuk e pyesim, a je musliman, a je krishter. Ne jemi vetë dukatas. Pra është një mesazh shumë i madh që thatë juve. Ashpërsinë e përdorni për probleme të mëdha, apo jo? Kjo është gjë shumë pozitive. Mesazhi që jepni juve, zoti Vasil, që ashpërsinë labi e përdor për probleme të mëdha, jo për ndasi të vogla. Kam vetëm gruan blet, vetëm ajo prodhon në shtëpi time, se unë vetë pi. Leo, të pat vetëm mendën. Ajo çka duhet të them se bën përshtypje të veçantë. Jo se nuk e njohi Dukatin, por se sa herë shkelim me këmbë këtu, po atëherë dalin gjëra të re shumë interesante. E vetmja gjë mua bën përshtypje lapidari më i veçantë që në zonën e jugut të paktën aq sa di unë është më i veçantë, një lapidar për ata që kanë dhënë jetën për dije, për arsim, për kulturë. Për shkollën shqipe, që siç u fol edhe në pak më parë.
E dyta, ne këtu gjejmë objekte të një kulture të rezervuar, jo të varrosur, jo të humbur, jo të fshehur, të rezervuar për të jo vetëm të rezervuar, edhe për të reklamuar, për të adoptuar brezave, se nga vjen Shqipëria, nga vjen Dukati, nga vjen Shqipëria dhe drejtësi shkon. Aq më tepër këtu në këtë kafe të vogël, gjejmë drejtorin e shkollës, i cili ka ardhur pe kafen këtu dhe është mes bashkëfshatarëve, është mes intelektual, mes gjithë. Domethënë, ajo çka është e rëndësishme, më bën përshtypje mua, edhe si mësues, si kurshëm, edhe si shkrimtar, edhe si pjesë e këtij stafi që morëm këtë rrugë, është transmetimi i kulturës së sonë shqiptare që me kate për gjë për qëndruar. Histori e gjallë. Për qëndruar, tamam. Histori e gjallë. Ne u takoj me një nga banorët e fshatit Dukat, banor i hershëm apo jo? Si keni emrin? Malo Aliçka. Malo Aliçka. Këtu kemi mbrapa shtëpinë muze të Dervish Ali Dukatit. Dy fjalë lutem, sa kohë ka kjo shtëpi dhe ç'përbën figura e Dervish Ali Dukatit për Dukatin? Se sa kohë ka, është shumë e lashtë. Po. Dhe që është një nga luftarët më të epër të fshatit Dukat. Ka luftuar në sinj të Beratit me Elmasorët Dakun, gjithë këta të rimat që kanë qenë. Ky është muzeumi. Është restauruar disa herë, tani është në gjendje jo të mirë. Po. Vazhdojmë të hedhim në kamerë prak këtë shtëpi muze, një dëshmi e viteve, sepse djeti Dervish Ali Dukati ka bërë emër në Dukat, ka bërë emër në Madakasër, në Këngëzit e Sanxematit, pra është një figurë e njohur, shumë e njohur e Dukatit, Dervish Ali Dukati, ku ka mbetur kjo shtëpi, pra kaq vite.
Si jeni? Je mirë? Për ku shkoni? Në shtëpi. Jeni këtu nga Ducati? Po, nga Ducati. E nga i ratë këtej, s'ka rrugë besë duket, do? Rruga. Është rruga këmësore? Këmësore, si. Makina këtu s'vjen, kuptohet? No, makina. Kjo është shtëpi, e din se ti je brezeri. Kjo është shtëpi e kujt është? Kjo... Shtëpi? Muzeu, Dervish Aliut. Njetë se figurë si luftëtar. Po si njët. Edhe shtëpinë jaruani akoma, kujdeseni për shtëpinë. Zbet lafa. Jaruani, po. Po është restauruar disa herë kjo. Restauruar? Edhe edhe aty ishte restauruar në 78-ën nga ustallarët e Beratit, ata bën një punë shumë të mirë. Pastaj është restauruar disa herë, po jo në mënyrë të pakryer. Kulla e Dervish Aliut e veçanta në llojin e vet në arkitekturën e ndërtimeve në Trevën e Jugut. E ndërtuar në vitin 1828 me specialistë të ardhur nga Janina. Kulla ka 28 frengji ku mund të luftojnë mbi 200 luftëtar. Në këtë kullë ndaheshin municione dhe prodhoi barot në vitet 1840-50. Dervish Aliu udhëhoqi kryengritjet fshatare të vitit 1847 dhe në krye të qindra trimave nga Labëria mbështeti Rapoekalin në luftën e Greshicës në vitin 1847 kundër forcave të perandorisë turke. Sa familje banojnë këtu? Tani këtu janë 160 familje në gjithë fshatin. Flas këtë pjesë, këtë kodë të bukur që ka Këtu qenë në këtë lagje, në Ducatin e vjetër janë 160 familje. Këtu mund të janë rreth 20 familje. Edhe braktisa e këtyre shtëpive është vetëm për shkak të terrenit të Për rrugës. terrenit vështirë që ka, rrugë s'ka rrugë makine, ka vetëm rrugë për kafshën. Pjesa e fuqia punëtore ka ikur në emigracion, ka ngel mosha jonë. Është e vështirë. Ç'për bën bujqësia për Ducatin? Bujqësia është prap me humbje është sepse nuk ka ujë për të vaditur. Janë toka mbi ujë. Në ndryshimin e sistemit u prish kanalet vaditëse që kishte kryesisht Ducatiri edhe këtu. Që kishte ujësiellsa u prishën. Dhe nuk ka as interes që të bësh. Blegtoria nuk ka mundësi zhvillimi këtu? Ka ikur forca fizike e punës, kanë ngel mosha jonë dhe po zhduket. Sa bagtip ka Ducati? Po janë rreth 6 deri në 7.000, nuk jam shumë i saktë se sa ka në dy fshatrat. Sa ka pas? Ka pasur rreth në kohën e Zogut ka pasur 120.000 krerë bagti. A mendoni që sistemit ekonomia Ducatit ka pasur rreth 47 deri në 50.000 krerë si kooperativë. Ducat Tragjasi bashkë. Sot atëre janë interesat që nuk kanë emigrantët për të ndajur këtu? Nuk rrinë, s'ka asnjë interes, ndaj emigrantët kanë ikur jashtë. Çfarë do të kërkoni ti? Do të kërkonin për ta rikthyer blegtorin. Subvenciononte shteti, sidomos për ujë të pishëm, se ne kemi as ujë të pishëm, lere më për vaditje. Ndaj është edhe këta mure që kanë ngel shkret kështu kanë ikur se s'ka ujë të pishëm, është vështirë. Një rezervuar që është bërë që në kohën e sistemit socialist. Tani është vështirë, nuk është. Për vaditje s'bëhet llaf. Për rikthimin e blegtorisë çfarë do kërkohesh? Subvencionet. Subvencionet. Dhe fëmijët që janë emigracion, nëse do të kishin interes, do të ktheshin apo? Do të ktheshin, patjetër do të ktheshin, por përderisa s'ka investime nga ana e shtetit, nuk ka asnjë interes. Kështu që ai pranon më mirë të punojë në llaç atje, herë me punë, herë pa punë, se aty nuk gjon, mos mendos se ashtu. Po të ishte këtu Ducati e para, e dyta ka terren të vështirë malor. Ka zona të largët. E gjithsesi mishi që bëhet Ducat s'bëhet rrezik bëhet në asnjë vend. Si mishi Ducatit, keci Ducati dhe qengji Ducatit kërkohet pothuajse nga të gjithë ata që njohin zonën mirë këtu.
Duke u ngjitur në anën tjetër të fshatit, makina u defektua. Për të udhëtuar lart në fshatin e vjetër Dukatit, në një lagje, çfarë lagje ishte kjo? Lagja Mazo. Lagja Mazo, ne mbetëm këtu sepse është e pamundur që të kalosh në këtë rrugë, po thuaj që nuk kalohet më me mjete apo jo? Prishu nga shiu, nuk mund të kalohet. Me sa duket Ladi ti ke marrë pajisjet për të hedhur një peizazh në letër. Po, vërtet e mora se këtej është një mrekulli nga natyra dhe normalisht po unë me sa shoh kohën do ta kem mjaftueshme sa të bëhet goma, sa të rikthehet ajo, të montohet. Mi merru çik me pikturën, me gomën sa të shkojmë aty tek shtëpia aty që është vërtet një makinë gjë aty për ta ngritur. Mirë, vazhdo Ladi se s'kemi dhe kohë shumë të lirë. Një orë të dela. Vazhdo. Është e mjaftueshme. Vazhdo, ti vetëm skicën do të Ladi. Po skicën, ja. Skicën po. Ne po hidhemi për te pak aty. Këtu jemi. Vetëm mbaro gomën edhe pikturën. Okej. Na troqi vëmendjen një shtëpi karakteristike e këtyre anëve, e rrethuar me mure guri, një shtëpi e vjetër e 150 vjetëve të shkuar, e fortifikuar. Një grua e moshuar që ishte mbetur në këtë shtëpi të hysomemajt, plot një përdembesa, djem dhe vajza, por të gjithë larguar. Si të lashe më stëpar, moje bukura, more. Emigracioni jashtë dhe brenda vendit, sido që të jetë fati i të larguarve për një jetë më të mirë, kjo heshtje i tmerron ata prindër që jetojnë dhe presin me padurim të shohin fëmijët e tyre. Shikoni ndërtimin e kësaj shtëpie që pothuaj është braktisur. Siç na thot kolegu jon, kë është një shtëpi ku banon vetëm një grua e vjetër. Por si është ndërtuar shtëpia, tradita e Dukatit, 2 mure rrethus. Ja muri i parë, me avlli. Muri i parë me avlli, muri i parë dhe muri i dytë. Pra është bërë tamam si kështjell, të lutem hidhe kamerën atje, por dhe ishte muri i dytë. Ky ishte muri i parë. Le të futemi të shikojmë. Përshëndetje, si je? Je mirë? Mirë, faleminderit. Nga televizioni Apollon vim. Këta janë televizionit Fierit. Si jeni, mirini? Qa si me sëne? Po me ka rri, me ka banon këtu në shtëpi? Ka vajtë në nashën këtu. Jam të najtë ka mafë. Si e ke emrin? Mino, Hysomemaj. Mino? Ha. Hysomemaj. Që pas ke bërë këshu me Mino, burë jëtë, gjyshi, njeri, ku që ka bërë këto? Janë në pletjet këto. Të pletjet? Në mëjnë apartamentë në reja, këto janë modeli vjetër. Modeli vjetër? Janë më gjyshi. Modeli vjetër, shiko pra qëfar? 100 vjeqare. Arkitekture. Mbi 100 vjeqare. Shiko, le të ndjekim gjitha këto pamje. Visi. Ja këtu të jetë hamemi mathë, dhoma e pritjes. Këto kanë jetuar 2 familje Hysomemaj. Muret. 2 vëllezër. Rreth e qark. Njëri vëlla jeton, njëri. Pra një punë e madhe me shumë sakrificë që është bërë për ta ndërtuar këtë. Këtu ka një divan me gëma. Këtu minë në. Divan me gëma i thojnë. Të ndëherë. Çfarë ka qenë hajde? Ja thuaj njëherë. Divan me këmbë. Si divani Dervishaliu. Kanë qenë të pasur këta? Po divani thoshin shtëpis, dhomës. Para hyrje e muzeut të Dervishaliut quhet divan. Shiko pra, se çfarë ka bërë njeriu? Thotë kënga e vjetër e Dukatit. Dole në divan me këmba, dej të stolisi ka dëna për Dervishaliu. Ai është divani. Edhe këto kanë qenë shtëpi. Edhe këtu ka qenë divan. Si quhet i pari këtij fisi këtu? Këtu kanë jetuar 2 vëllezër. Hysomemaj. Beqir ai Remzi Hysomemaj dhe Neim Hysomemaj. I madhi ka vdekur, i vllai tjetër jeton në Vlorë. Kanë plot djem. Kanë një histori të vjetër. Kanë një fis i pasur me kapital. I kanë bërë gjithë këto rrethime.
Hajde me tabakat, hec. Gjitha rrugë. Hec këtu. Gjitha rrugë. Loshme. Hajde. O, pse u argjonin në? Këtu. A u do bësh traditën ti? Rofsh. A shtëpi fisnike e pasur, e vjetër. Gjithë të mure tregojnë që tregojnë... Qa di në historia e gjyshëve, në ata të parë që kanë qenë këtu? Sa që vjetër është, sa që dhe nuse shpisë është bërë. Jam nuse, thotë, e 70 vjetë do të jam nuse. Do të thotë janë shumë të hershme shtëpit. Gëzuar në. Ti kesh mirë vajzën e. Hajde gëzuar. Mere gotën vetë. Mere gotën takoj me këta. Baje tabakan në njërë. Hajde gëzuar. Për të mirë, për gëzime. Qofshi mirë, pleqerit të mbarë. Faleminderit, mirëpash. Të mira. Faleminderit, të mira. Rafshi gëzoshtë jetën me gjithë familje duaj. Vështirë se gjen vend tjetër aq pranë detit dhe malit, një diversitet klime dhe lartësish ku janë shumë afër klima e nxehtë subtropikale me freskinë kontinentale të lartësive malore që rrethojnë Dukatin. Kjo larmi peizazhesh dhe legjendash ndërthuar dhe gërshetohen ndërmjet tyre, duke formuar një mozaik të vërtet që rrallë gjendet. Pasi hodhëm në kamer pamje nga fshati i vjetër Dukatit, zbritëm luginës dhe kurioziteti i bletëve na detyroi që të ngjitemi në rrugën për llogara. Unë dalëm në familje Kozeli, ku vite me radhë kultivohet bleta.
Tash janë në gjendje qetësie. Duan ushqim, vendosim ushqim, mbas disa ditësh u fillojnë kurat pastaj. Çfarë ushqimi u idhi? Janë disa buka, u themi ne, të posaçme që i prodhojmë këtu. Blihen ato dhe u vendoset. Po sheqer? Sheqeri u vendoset me kurat, me ilaçet për mykun. Kanë myk, kanë morr. Për morrin u vendoset një lloj shiriti këtu në mes të pjellës, në gjendje dimrore, u lihet 4 javë dhe u hiqet pastaj. Tani nuk keni smundje prezencë? Tufa. Myku ka shenja. Ka pak shenja smundje. Sa kohë keni që merreni me këtë aktivitet? Vjerri është 86 vjeç dhe sa ka njohur veten i ka mbledhur bletët në për shkëmbinj. Sa arrin rendimenti për çdo koshere? Varet nga viti, sa? Po nga viti, një koshere mund t'jap dhe 20 kg dhe 30 kg dhe po t'jetë viti mirë që njëherë 4-5 vjet ndot mund t'jap 50 kg një koshere, po rrallë, jo gjithmonë. Këtë park keni vetëm këtu? Jo, kemi, dhe se i mbam kemi Matan, në atë lagje, në atë krah, kemi parkun tjetër. Këto i mbam kështu se kemi dhe si... Kur bie borë kështu? Jo, s'ka asnjë problem për borën. S'ka problem? Asnjë problem, ajo është në gjendje tashi që rri brenda, nuk del. Fryn erë, ule temperatura, nuk del bleta. Me sa duket shfrytëzohen tëra rezervat e mundshme natyrore për problema këtu quhet prrall dhe për këto lënde. Prodhimi i saj, fruti i saj është kjo që përdoret për baktit, për lop, për dhon, për dhi, si ushqim plektoral. E bluajnë apo han kështu? Baktia ashtu, lopa do ta bluash. Brenda kjo ka tul, ka tjetër. Ka përmbajtje. Brenda ka ushqim. Po, ka ushqim dhe është shumë të ushqyeshme për baktit. Po. E i përdorin në periudhën e dimrit. Po, domosdoshmë për periudhën e dimrit. Zakonisht. Pra janë përpjekje edhe kjo është që quhet lëndë deri apo jo, është tjetër? Lëndë lisi. Që quhet lëndë për që ha deri. Lëndë bën lisi, bën edhe këto i hatëri. Edhe hatëri. Po ka zakonisht që ke hip. Brenda kjo po ta hapësh. Ka brum është, ka midon. Pa, no njerëz. Është hidhur, a? Hajde, po ne valanez, hajde. Me Faili Drizi. Po. Pra qëndron para këtij lokali me këtë, si i thoksej? Ky është quhet shark. Sharku i Labëris. Po. Është shumë e hershme. Këtë mbante labi apo e ke marrë kështu? Ky është kostum i një këngëtari nga Gjormi. Këngëtari nga Gjormi. Po. Rrypin të gjitha uniforma është e atij. Po e uniform labe apo? Labe. Po atëherë çfarë do përgatisin atë? Do përgatiten pak, pastaj do të i bie. Unë do pish rakia apo do të ngrohet fylli do. Jo, një sekondë, se labëria i ka që të gjitha. Sa vjen afër radhimës, të bën përshtypje si as i vit tjetër, bar restorant mishi pjekur labëria. Me këto vlera si të shërbimit të pjekës mishit, edhe të vlerave të historike të trevës tyre, edhe i uroj mbarësi në biznes e tyre. Takimi rastit edhe më bëhet qefi që shikoj elemente traditës të manifestojnë edhe në biznes. Sinqerisht është një emocion dhe një gjë e re. Shikoj shumë biznese që praktikojnë format të tilla, të themi në këtë periudhë vakumi, në këtë muaj që edhe numri turistëve që të vendas të uaj është i pakët, është një mënyrë për të afruar.
tamam pronari i lokali këtu. Na dhe kënaqësi të madhe, si ke emrin? Kreshnik Bedina jam, nga Mirzanisht Florës. Kreshnik, ta gëzosh emrin, po juve? Shazai Bidej. Po. Atëre vërtet na dhe kënaqësi, jo vetëm për faktin e këtij mishi që piqni kështu bio, vjen erë tamam erë laborie, erë këtyre maleve, edhe kripa, erë Shqipëri edhe erë këtë deti, por na dhe kënaqësinë edhe me prezencën, me një harmonizim pra i traditës nga e marrë këtë që Po zakonisht zonë e Labrisë është, duke marrë parasysh Tepelen, Gjirokastër, Vlorë. Pa prishura traditën tuaj, qofse lejohet, te pjesa ime që ne do vim brenda tash të porosisim, po ta kpus pjesë e bishit ta kpus vetë këtu. Të vemi shenjë. Brenda asaj, normave. Mund ta marr? Po e thikën. Provojnë vend, Do me kishin këtu në qofse nuk të djeg, e shpjekur. Në qofse të djeg, do të thojë vazhdon të marri temperaturën e... Nuk e provoni kështu me të qarë kështu? Ja, qarë e absolutisht. Bukur shumë. Pasi punët losme, pra ne undalim këtu në lokalin Labëria, në radhim në shove, edhe ishte kënaqësi me gjithë tavolinë kaq të pasur të lokalit Labëria,